Ministri i Punës Spiro Ksera premton se problemet me pagesat e personave me aftësi të kufizuar do të zgjidhen brenda muajit janar, duke lënë të nënkuptohet se ata do të mund të marrin një herësh pagesën për muajt e prapambetur. Duke pohuar se një pjesë të përgjegjësisë për vonesat në pagesa e kishte qeveria, e cila nuk ishte parashikuar rritjen e numrit të përfituesve, Ksera tha se do të merren masa që situata të tilla të mos përsëriten më gjatë vitit 2013. Në disa njësi vendore ka pasur probleme të mbështetjes me financim edhe nga ana e Ministrisë, për vetë arsyeën se komisionet mjeko-ligjore të caktimit të aftësisë kufizuar vazhdonin dhe kishin rritur në mënyrë të jashtëzakonshme numrin e përfituesve, gjë që ne nuk e kishim parashikuar në buxhetin ton. Po padyshim për disa ditë thesaret do vazhdojnë dhe gjithë ato problematika që kemi pasur për vitin 2012, që nuk ishin gjitha për fajt të qeverisë, të mbështeten gjatë muajit janar. Kreu i Ministrisë së Punës e dha këtë deklaratë gjatë një dalje publike ku prezantoi arritjet e institucionit për vitin 2012 dhe objektivat për vitin 2013. Ksera rënditi si objektiv kryesor të institucionit që ai drejton reformën e skemës së ndihmës ekonomike. Ai deklaroi se gjatë këtij viti do të ketë rritje të masës së ndihmës ekonomike për familje në masën 5.6%. Skema do jetë më transparente dhe do evidentoj gjithë ato familje që me të vërtet ka nevojë për të ndihmuar. Pavarësisht evidentimit të shkeljeve nga ana e Ministrisë së Punës nëpërmjet inspektimeve të shumta, përsëri heqjen ose jo nga skema e kishin me votim këshillat komunale dhe bashkiake. Tashmë kjo vendimarrje i kalon zyrave rajonale të shërbimit social shtetëror dhe eliminohet ky problem që ne kemi pasur me ligjin e ri. Ministri vlerësoi si arritje uljen e papunësisë nga 13.7% në 13%, si dhe rritjen e pensioneve dhe pagës minimale. Duke u referuar këtij institucioni, tregu i punës u përmirësua gjatë vitit 2012. Nga zyrat e punës në të gjithë vendin u punësuan 20.450 vet, ndërsa numri i të papunëve të regjistruar pranë tyre arriti në rreth 142.000 persona.